Përshëndetje. Të gjithë e dim ndjenjën kur dikush na parashtron një pyetje mbi Islamin dhe kërkon një përgjigje të thjeshtë. Sa do të përpiqemi, nuk është kollaj të jepen përgjigje të thjeshta. Së paku jo pashtuar edhe një sër informatash të tjera, që i japin një kontekst përgjigjes sonë. Ky serial synon t'ju bëjë të njohur me tema të ndryshme nga mendimi islam, pikërisht duke i vendosur gjërat në kontekst. Shikim të këndshëm. Në rrugtimin ton për ta kuptuar më mirë Islamin, tani do të përqendrohemi në burimet themelore të mendimit islam, duke nisur pikërisht me Kur'anin, që është burimi i tij parësor. Që nga dita e parë, kur u dëgjua recitimi i tij mes fisëve pagane arabe e deri sot, ai e ka ruajtur pozitën e tij si një nga librat më me ndikim në historinë e njerëzimit, duke qenë gjithmonë subjekt studimesh të hollësishme e lëvdatash nga më të lartësuarat, por edhe cak i sulmeve më të pamëshirshme nga armiq të panumërt. Por çfarë është vërtet Kur'ani? Çfarë porosie përpiqet të i përcjell njerëzimit? Kur'ani është libri hynor që i u zbrit profetit Muhammed. Zbritja e tij ndodhi në një natë të veçantë të njohur si nata e Kadrit, e cila ndodhet në një prej 10 neteve të fundit të muajit të Ramazanit dhe është nata më e shenjtë në kalendarin islam. Sipas asaj që është përcjell nga imamët e Ehli Bejtit, në këtë natë Kur'ani u zbrit nga qiejt në zemrën e dëlirë të profetit Muhammed, për t'i u zbuluar më pas gradualisht në 23 vjet mbar njerëzimit. Ky proces zbulimi u plotësua pak kohë para kalimit në përjetësi të Hazreti Muhammedit, i cili personalisht i ndau këto shpallje në kapituj, të njohur si sure, ndërsa dha udhëzime të qarta për pozitën e secilit varg ose ajet brenda surës përkatëse. Gjithsej, Kur'ani ka 114 sure dhe 6236 ajete. Radhitja e sureve të Kur'anit brenda vetë librit nuk është një gjë e përcaktuar nga i dërguari i Zotit, por e vendosur më pas gjatë përmbledhjes së Kur'anit në një vëllim të vetëm. Përmbledhja e parë e Kur'anit u përpilua nga Ali ibn Ebu Talibi, i cili radhitjen e bëri sipas rendit të shpalljes, pra duke e nisur me suren Alaq. Një veçori tjetër që e bënte të pashoq këtë përmbledhje, e cila njihet si Mushafi i Aliut, ishte se Imam Aliu i kishte shënuar edhe shkaqet dhe rrethanat e shpalljes së çdo ajeti, si dhe një shpjegim të ajeteve drejt për drejt nga i dërguari i Zotit. Fatkeqësisht, në gjendjen e tensionuar politike pas kalimit të dërguarit të Zotit, ky mushaf nuk u pranua nga qeverisja e kohës dhe mbeti në pronë të Imam Aliut e të pasardhësve të tij. Pak kohë pas tij, kalifi i parë, Ebu Bekri, urdhëroi krijimin e një komisioni, i cili do ta përpilonte një përmbledhje të veten që në vijim do të përdorej si mushafi qendror. Në të njëjtën kohë, edhe disa shokë të tjerë të Hazreti Muhammedit, të cilët ishin njohës të mirë të Kur'anit, i përpiluan përmbledhjet e tyre me qëllim mbrojtjen e librit hynor. Duke pasur parasysh keqkuptimet e shumta, këtu vlen të hedhin dritë mbi një dallim të rëndësishëm. Me fjalët mushaf dhe Kur'an nuk nënkuptohet e njëjta gjë. Kur'an është emri i librit hynor, pra vetë përmbajtja, ndërsa mushaf
është emri që përdoret për një tekst të përmbledhur mes dy kapakësh, pra një vëllim. Emri Mushaf për Kur'anin u shfaq pas kalimit në përjetësi të Hazreti Muhammedit, pasi Kur'ani u përmbledh për herë të parë në një vëllim të vetëm në formë libri. E me që shokë të ndryshëm të profetit e përmbledhën në mënyrë të pavarur Kur'anin, u shfaqën mushaf të shumt të Kur'anit. Në këtë kontekst, flitet për mushafin e Aliut, mushafin e Ibn Mesudit e shumë të tjerë. Të gjithë këta mushaf janë përmbledhje e të njëjtit Kur'an dhe e kanë të njëjtën përmbajtje. Këta mushaf të pavarur, me dallime të vogla në radhitjen e sureve, ekzistuan për një kohë të caktuar krahas mushafit zyrtar të përmbledhur nga komisioni i themeluar me urdhër të Ebu Bekrit. Më pas, gjatë sundimit të kalifit të tretë, Osmanit, u krijua një komision tjetër që i unifikoi mushafët në një mushaf standard, i cili ka qenë në përdorim në botën islame që atëherë. Mushafët e tjerë u shkatruan përveç mushafit të Aliut, i cili përcillet se u trashëgua nga brezi në brez mes imamëve të Ehli Bejtit. Vlen të theksohet se edhe Imam Aliu, edhe imamët e tjerë që erdhën pas tij e kanë pranuar mushafin standard të përpiluar në kohën e Osmanit. Kopjet më të hershme të Kur'anit datojnë pikërisht nga kjo periudhë, ndonse viteve të fundit janë gjetur edhe dorëshkrime më të vjetra, të cilat supozohet se janë nga një periudhë edhe më e hershme. Ajo që dëshmojnë një zëri të gjithë dorëshkrimet e Kur'anit është fakti se Kur'ani u ruajti pandryshuar dhe se kopja që kemi sot është besnike ndaj shpalljes origjinale që ju zbrit Hazreti Muhammedit. Kur'ani ka qenë përherë burimi themelor i mendimit islam. Ai jo vetëm që e udhëzon jetën shpirtërore të individit musliman, por e përbën edhe bazën e jurisprudencës, etikës dhe mendimit filozofik islam. Nëpërmjet ajeteve të tij, Kur'ani ka ndikuar fuqimisht në kulturën dhe qytetrimin islam ndër shekuj. Forma e tij e përfaqëson kulmin e gjuhës dhe letërsisë arabe, ndërsa përpjekjet për ta ruajtur dhe shkruar Kur'anin kanë dhënë një kontribut thelbësor në trajtësimin e gjuhësisë arabe. Me një stil të pakrahasueshëm dhe një bukuri të veçantë gjuhësore, Kur'ani i ka mahnitur jo vetëm besimtarët e thjeshtë, por edhe studiuesit më të Zot. Stili unik i Kur'anit, që nuk mund të përkufizohet as si poezi e as si prozë, përbën një kategori më vete në letërsinë arabe dhe është një nga aspektet e tij mrekullore. Me një gjuhë të thjeshtë, por të pasur me shtresime kuptimore, Kur'ani arrin të krijojë një larmi të shumë ngjyrshme e të prek tema nga më të ndryshmet, të gjitha të ndërthurura përsësurisht brenda një ligjërimi të vetëm, i cili mbisundon nga fillimi deri në fund dhe nuk i lejon kurrë lexuesit ta harrojë mesazhin më thelbësor, njohshmërinë e Zotit dhe pozitën e njeriut në relacion me këtë realitet sipëror. Ky stil i veçantë ka ushtruar një ndikim të jashtëzakonshëm mbi njerëz nga shtresa dhe profile të ndryshme. Aftësia e tij për të prekur si dietarët, filozofët e shkencëtarët më të mëdhenj, ashtu edhe njerëzit e thjeshtë, është një dëshmi e fuqisë së tij hyjnore. Për këtë arsye, mes shumë tjerash, ai konsiderohet mrekullia më e madhe e vulës së profetëve Hazreti Muhammedit. Nëse ju pëlqejnë videot tona dhe dëshironi të shihni më shumë prej tyre, abonohuni në kanalin ton dhe ndajeni këtë video me miqtë tuaj.